Leximi i ditës, Ungjilli i Lukës, kapitulli 24. Vargu kyç. Ai nuk është këtu, por unë gjallë. A nuk na digje zemra për brenda, ndërsa ai na fliste rrugës dhe na shpjegonte shkrimet? Shpjegimi. Plani ynë mbyllet me ngjarjen më të rëndësishme, ngjalljen. Varri është i zbrazët. Jezusi nuk mbeti në kryq, por u ngrit për të na dhënë jetën e përjetshme. Historia e rrugës së Emausit na tregon se si ai e ndes zemrën tonë përmes fjalës së tij. Misioni i tij tani bëhet i yni, të dëshmojmë për pendimin dhe faljen e mëkateve në të gjitha kombet. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 24. O Zoti im i gjallur, unë të lartësoj dhe të përlëptëroj ty. Faleminderit që vdekja nuk të mbajti dot dhe që ti munde çdo errësirë për mua. Unë të falenderoj për këtë muaj që kaluam bashkë në Ungjillin e Lukës. Të lutem bëje që zemra ime të digjet gjithmonë për fjalën tënde, ashtu si dishepujt në Emaus. Më hap mendjen që ti kuptoj shkrimet më thellë çdo ditë. Më dërgo si dëshmitarin tënd në këtë vit të ri që jeta ime të shpallë se ti je i gjallë dhe se në ty ka shpresë për çdo. Aleluja. Amen.